bërë tashmë tradicionale këtë. Për të mbajtur këtë blokad, insistimin për skemë kundërligjore kundërkushtetuese të votimit në fshet, dhe qasje e cila vërtet është tepër dhe po e pengon ecjen e qytetarëve. Dhe po e pengon ecjen tutje të vendit tonë. Unë shpreh keqardhjen time dhe Partisë Demokratike të Kosovës për situatën në të cilën të gjithë vendi, të gjithë qytetarët dhe institucionet kanë mbetur peng të lëvizjes vetëvendosje, e cila përkundër kërkesës, propozimit dhe insistimit tonë që të ndroj kandidatën e propozuar që nuk e ka votën për të bërë kryetare, ata nuk bëjnë një gjë të tillë. Lejoni të përkujtoj që në vende shumë më të zhvilluara se vendi ynë, në situata politike të caktuara ndrohen kandidatët edhe në mes të garës. Vetëm vitin e kaluar ju e dini që edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Partia Demokratike ka ndruar kandidatin e tyre që ka qenë president i vendit në garën presidenciale. Dhe kjo nuk është parë si diçka e jashtëzakonshme, andaj ky insistim i zotit Kurti për zonën Haxhiu është vërtet i pakuptim dhe është si duket vetëm pasiguria e tij në faktin tashmë të njohur e të ditur e të dëshmuar që nuk i ka numrat për shumicën parlamentare. Unë megjithatë si kryetari i PDK-s do të vazhdoj të insistoj për një çështje bllokuese. Ne kemi dhënë propozimet tona jo vetëm për ndrimin e kandidatit, kemi propozuar edhe shkuarjen para për qeverinë e partive të opozitës dhe më vjen mirë që edhe presidentja Osmani Sadriu ka pranuar propozimin tonë si PDK për thirrur një takim të gjitha partive politike, për çka shpresoj se gjithë të përgjigjen pozitivisht për të shkuar dhe për të shpreh jo vetëm opinionet tona, por për të pas një diskutim i cili shpresoj të rezultojë me një rrugë përpara si rrugdalje nga kriza. Urdhë? Nuk ndryshon asgjë deri te takimi i presidentit. Ne do të shprehim edhe një herë qëndrimet tona, do të kërkojmë që të reflektoj partia e parë që i takon privilegji i propozimit dhe do të shprehim ato që kemi shprehur gjatë gjithë kohës për kushtimin tonë për dalur nga kjo krizë institucionale, nga kjo blokadë në cilën po na mban pa arsye lëvizja vetëvendosje. Besoj që edhe zotën si partisë jo ka konfirmu dje që kemi marrë ftesë, normalisht që kemi marrë, ftesa më është drejtu mu si kryetari i partisë, individualisht, unë besoj që takimi është i përbashkët, po unë ftesën e kam